Ajo që është e habitshme për mua sa i takon Gërdecit, është se politikanët në një reputacion politik të njollosur pas kësaj tragjedie, u solën sikur ishin ata viktimat dhe jo fëmijët, jo familjet, jo vendi. Kjo për mua është me të vërtetë e tmerrshme, sepse ata nuk ishin viktimat, por djali 7 vjeçar dhe ama ishin viktimat e asaj tragjedie. Sistemi i drejtësisë ishte viktima e kësaj. Populli shqiptar, që nuk ka zyrtar të cilët vendosin interesin e popullit në vend të parë. Ata janë viktimat e vërteta të kësaj. Jo dikush që pretendon se reputacioni i tij është njollosur në mënyrë të padrejtë. Unë shpresoj që Shqipëria të ketë mundësi të nxjerrë në dritë gjithçka që ndodhi atje. Unë e di është mundësia për të bërë diçka të mirë për atë shoqëri nëse kjo ndodh. Prandaj, kjo është shpresa ime më e madhe. Ndërkohë, ne japim këtë intervistë tani dhe kam përshtypjen që së shpejti do të ketë një vendim për Gërdecin, pak në kështu po thuhet në qarqet mediatike, por mos harrojmë, akuza për cilën është akuza zyrtare për ish-ministrin e mbrojtjes është shpërdorim detyre, që do të thotë që në fund të kësaj çështje me siguri do të kemi një dënim qoftë edhe me burg, por të vogël për një njerëz që shpërdoroi detyrën. Pra çështja administrative do të jetë kjo. Dhe kaq. Nuk duket të ketë gjasa që të ketë përfshirje mbi Fatmir Mediun. Dhe këtu flas për zotin Berisha apo dhe për djalin e tij për cilin nuk ka prova. Ideja është që nuk ka prova që ai ishte i përfshirë. Well, I think that a justice system that only goes partially to the Mendoj se sistemi i drejtësisë, i cili ecën pjesërisht drejt së vërtetës, është një problem global. Kjo po shihet edhe në Amerikë tani me hetimet për tradhzirat e 6 janarit, me turmën që u përpoq të zaptoj Kongresin. Pra, nga kjo nuk ka imunitet as vendet e tjera. Ti përgjigjesh pyetjeve politike, është në fundit çështje politike. Nuk e di si ndryshe të ndihmoj vendin, pasi unë nuk kam fuqi investigative të SPAK-ut. Dhe e di që sistemi ligjor në Shqipëri është shumë i ndryshëm nga ai në Amerikë. Shpresoj të mbahet përgjegjësi deri në hallkat më të larta. Ajo çfarë është e mrekullueshme është që shteti që mbështeti thirrjen e asaj nëne dhe shoqëria po shikon sërish fakte duke kujtuar dhe duke kuptuar humbjet që u shkaktuan njerëzve të pafajshëm. Duke ikur përsëri nga SPAK-u, le të themi që ne nuk e dim çfarë do bërë drejtësia. Unë dua opinionin tuaj personal, përveç investigimit tuaj ju patët edhe një gjyq me Berisha Junior, e quani ju Shkëlzen Berishën, i cili u investua që t'u hidhte në gjyq për prekje të imazhit apo për mashtrim, sepse ai kur nuk pranoi që u takua me çunat, siç e përshkruani ju në libër. Mbas këtij gjyqi, mbas një kohe të gjatë, cili është mendimi juaj për përfshirjen e Shkëlzen Berishës dhe vetë Sali Berishës në këtë histori? I stand by what I reported in the book. Unë i qëndroj besnik asaj që kam shkruar në libër. Në libër persona relevant që kanë qenë të përfshirë në historinë e armëve të Gërdecit. Kanë thënë se janë takuar me Berisha Junior, gjë që ai e mohon të kendot. Duket se ka një sasi të konsiderueshme prova, se kishte njerëz që përfitonin personalisht nga shitja e asaj sasie të municioneve. Kishte para të dërguara në llogaritë bankare në Kipër, që thjesht u zhduk. Ishte një tregtar armës zviceriane që u zhduk pa lëngjur. Pra kishte shumë gjëra që ndodhen në atë kohë apo në atë botë, që nuk zbulohen kurrë. Dije se libri im shkoi aq larg sa dikush nuk ka shkuar ndonjëherë, sa i takon botës së tregtisë së armëve. Nuk e di sa është penguar drejtësia. Nga fakti që pas gjithë këtyre viteve, ende familja Berisha po mohon këtë gjë. Edhe pse nuk e di sa besojnë ata në Shqipëri. Unë i qëndroj besnik librit tim dhe besoj se sistemi gjyqësor amerikan e përkrau shumë të vërtetën e librit tim, gjithashtu. Po të lexosh vendimet e gjykatave në Shtetet e Bashkuara, në gjyqin tim me Berisha Junior. Ato nuk u shqetësuan nga ideja nëse zoti Berisha Junior ishte në përkëmbur duke u akuzuar për korrupsion. Nuk kishte vlerë, asnjë simpati për të në këtë këndvështrim. Në Amerikë nuk ndodhi asgjë, përveç hetimit plot dhe të drejtë. Këtë do të më pëlqente ta shija, të ndodhte edhe te ju. Por edhe unë jetoj në botë reale, siç thoni ju. Dhe ne duhet vetëm të presim. Përsëri përgëzoj nënën dhe pikëllohem për fëmijët që humbën jetën. Keni ju dokumenta ose dëshirë që t'i bashkoheni si dëshmitar drejtësisë shqiptare, apo kjo është një çështje tërësisht shqiptare, ju e keni bërë punën tuaj dhe është larg jush tani? Well, I'm talking to you now, and I would be. Po ja, tani jam duke folur me ju. Pra nuk do ta kisha as pak problem të flisja edhe për SPAK, nëse kjo është ajo çfarë ka nevojë. Unë mendoj se njerëzit më të përshtatshëm për të dëshmuar janë për shembull Luan Hoxha, që përmenda më parë, i cili është në mërgim në Amerikë. Mendoj se do të ishte shumë e dobishme që ambasadori amerikan që shërbeu në vitin 2008, së bashku me atasheun ushtarak të vinin të përgjigjeshin. Mendoj se ata mund të flasin sinqerisht për atë që ndodhi në ato ditë e ja. Gjithashtu, mendoj se do të ishte shumë interesant të kishim zotin Efraim Diveroli, i cili ishte një nga çunat, një nga tregtarët e armëve,
që ishte në Tiranë dhe që u regjistrua në telefonat nga një zotëri i quajtur Kosta Trebicka, i cili më pas vdiq në rrethana shumë misteriose. Nuk do t'hy në të gjitha detajet e librit, por duhet pyesni veten, si arriti një djalë 19 vjeçar nga Miami të shpik një histori për djalin e ish kryeministit të Shqipërisë, të shpik një takim me të, nëse nuk e ka takuar kurrë. Si mund të shpik Efraim Diveroli diçka pa ndodhur në të vërtetë? Këtë nuk di ta them, por do të isha i lumtur të ndihmoja dhe mendoj se ata do të bënin mirë të lexonin librin tim. Dhe nëse duan pyetje të mëtejshme, do të isha i lumtur të ndihmoja aq sa mundem. Por përsëri mendoj se ka njerëz të tjerë që duhet të flasin. E di që ka pasur dëshmitar në Gërdec, që kanë parë njerëzit që vinin e shkonin. Nëse duan më pyesin se cilët janë ata njerëz, unë mund të përdor emrat e tyre. Çfarë shpresoj nga Spaku është që të jetë duke bërë gjithçka që të mundet dhe të arritë tek e vërteta sa më shpejt. Do doja të në fund diçka në lidhje me librin tuaj të ri atëre, Gi. Kur do jetë libri juaj i ri? Kur do jetë në dorë të publikut amerikan? Unë sa kam përfunduar se shkruari edhe George Clooney bleu të drejtat e filmit. Kjo është e mrekullueshme. Oh, pas kemi lajme të mira. Yeah, the book is called Hot Dog Money. Dhe libri quhet Hot Dog Money dhe ka të bëjë me parat, cilët njerëzit i përdorin në ndeshje për trajnerët dhe lojtarët. Edhe aty ku nuk duhet ketë të bëj fare lek. Ishte një libër interesant. Ndërsa tani kam nisur librin tim të radhës që lidhet me korrupsionin brenda në Pentagon. Ka lidhje me një histori të veçantë kjo në Pentagon? Ka lidhje me një histori të veçantë? Libri i radhës? Well, the person who Personi me cilin po flas është në burg dhe nuk ka folur për persona të tjerë më parë. Por nuk mund të them se kush është pasi mund të përpiqet dikush të ma marrë dhe është ende pak sekret derisa ta mbaroj. Por di të them se është një histori vërtet dramatike dhe interesante, e cila shkon në nivelet më të larta të Pentagonit. Pas kemi të reja shumë të rëndësishme nga ty, Gi. Do me thënë, tani jeta juaj është me libra, jo më në shkrime në gazeta. Nuk është më koha për New York Times apo Rolling Stones? Si është tani? So the magazine business in America, Biznesi i revistave në SBA nuk po shkon mirë. Shumë media të shkruara po zvoglohen dhe nuk po bëjmë raportime, për të cilat duheshin muaj ose vite. Unë po ndihem më mirë me librin tani që jam duke punuar vetëm, pasi jam më i pavarur. Ende shkruaj për The New York Times dhe ndonjëherë për Rolling Stones, për GQ Magazine. Por kjo po vjen duke u tkurr dhe unë do shkoj atje ku më tërheqin historitë. Po libri më jep kënaqësi dhe ata të japin mundësinë që të thellohem në historitë e mia. Faleminderit shumë për këtë intervistë. how do you say Dua të di si i thonë në shqip my pleasure. my pleasure? Kënaqësi. Unë ju ndjek edhe në Instagram dhe postimet tuaja janë shumë të këndshme. Yes. Tani është koha që ne jemi në Instagram, në TikTok, nuk jemi më në media. Në media This is how të... it's Kështu e shoh në Shqipëri përmes Instagramit tuaj. your Instagram. Faleminderit shumë, edhe një herë. Shumë kënaqësi që ju pranuat të intervistë. Unë e di që ju keni folur për këtë çështje bashkë dhe kemi folur përsëri bashkë. E di që nuk ka ndikim, nuk ka rëndësi tani në shtypin ndërkombëtar, gjërat ikin, po ju pranuat të flisnit për atë fëmijë 7 vjeçar, për Erin. Kështu që faleminderit. And for you and until we meet again. Thank you and it's been a pleasure. Faleminderit. Mirupafshim Gi. Obash. Ishim në këtë intervistë me New Yorkun, ishte Gi Lawson, është gazetar i rëndësishëm investigativ, një emër i rëndësishëm në shtypin e rëndësishëm amerikan, në revistat e rëndësishme, në mediat e rëndësishme, tani më prej kohësh edhe i dedikuar letërsisë të mbështetur në gazetari investigative. Nuk është era e parë që ai flet për Gërdecin, por është një moment i ri për Gërdecin dhe ai u ofrua me provat që ai ka për Gërdecin, një çështje e rëndësishme, jo vetëm politikisht, siç thotë ai, jo vetëm historikisht, jo vetëm materialisht, jo vetëm juridikisht, por njerëzisht. Në emër të njeriut, foli sot gazetari i famshëm amerikan.